nuk besojnë Zot. Kështu tha avokatja e popullit të Shqipërisë. Kjo deklarata asaj që mboni me mendu. Ateizmi ndonjëherë tingëllon si guxim, dukesh i fortë se s'po interesohesh për dikën që është mbi ty dhe jeton me idenë që e ki krejt jetën dur tuja. Por realisht ateizmi është një boshllëk i brendshëm i veshur me fjalën liri. Kur njeriu nuk beson Zot, gjithçka për atë njeri është e pakuptimt. Sepse sipas kësaj ideologjie ne ekzistojmë aksidentalisht. Edhe kur një njeri i cili nuk beson zgjohet një ditë dhe ka nevojë me shtru pyetjen pse, atëherë nuk ka ku me e drejtu. Përderisa gjithçka po e llogarit si aksident apo rastësi. Edhe kur njeriu thot nuk besoj, brendësia e tij kërkon diçka. Është një boshllëk brenda që kërkon me u përmbush, por që s'po e gjen rrugën për me arrit deri te përmbushja. Sepse njeriu e ka të nevojshme me u dhënë gjërave kuptim. E nëse për ne gjëja më e rëndësishme ekzistenca jonë është rastësi, atëherë gjithçka tjetër është e pakuptim. Ateizmi nuk e shoh shumë si mungesë besimi, më shumë e shoh si mungesë shpresë. Sa njeriu çaq shumë e ka humb shpresën edhe është zhgënjy, sa nuk arrin me u kap diku. Natyra njerëzore ka nevojë për një strukturë në jetë. Do thot me pas parime në të cilat bazohet e jo me jetu veç hajt. Na mundemi mu mundu me kriju sa ma shumë verzione për mirëqenien tonë në jetë. Por derisa ta zbulojmë se cili është verzioni jonë më i mirë, atëherë vitet kalojnë edhe vjen koha kur njeriu edhe vdes. Prandaj, na si krijesa ma mirë edhe ma lehtë e kemi, mu bazu në udhëzimet e krijuesit tonë se qysh me jetu, se për ndryshe kur gjos kemi bo, veç jemi tu lodh kot.